Një ngjarje të dy të vërteta. Një betejë më e fortë se ajo e Davidit dhe Goliathit po vijon mes Spakut dhe Belinda Ballukut. Si macja me miun, lojrat s'kan fund, mandate arresti, heqje imuniteti dhe akuzat të pafundme. Beteja ende nuk ka një fitimtar, por duket se do të shndrohet në një luftë, pasi nuk ka ndërmend të përfundojë shpejt. Edi Rama duket se nuk do ta lëshojë për fort kollaj, ndërsa Berisha do që ta heq me zor. Duan të mbrojnë me çdo kusht pasuritë e tyre të krimit. 300 apartamente thon mediat ka Belinda Balluku. Ja çdo imagjinate. Po nëse Belinda ka 300, ju garantoj që Edi Rama ka të patë 1000. Prandaj shumë e kulla. Po me kaq apartamente sa po përfliten, tani po merr kuptim shpreha pse në Tiranë s'ka apartamente të reja për blerje. Nejse, Rama thot se nuk e lëshon Ballukun deri në janar. Por ndërkohë, sikur është bërë qartë edhe në komisionin e mandateve në kuvend, nuk ka asnjë gjas që ne, shumica dhe parlamentarë të këtij vendi ta shqyrtojmë kërkesën e ngutur të prokurorëve për të autorizuar masat reja ekstreme, të cilat edhe në dritën raportit të ekspertëve të Këshillit të Evropës, edhe në dritën e raportit të Komisionit të Torturave të Këshillit të Evropës, edhe në dritën e shumë shkaje tjetër, janë vërtet për të marrë dhe për të gjykuar me shumë qetësi. Por jo pa mbaruar një herë me themel procesi që kemi hapur në gjykatën kushtetuese. Presioni po rritet dhe shumë çka po zihet. Neve na mbetet të presim. Kjo përplasje titanësh me Spakut dhe Ballukut ka përfshirë edhe opozitën, e cila e ktheu përmbys parlamentin në seancën e fundit të vitit 2025. Flakadan, sharje, grushta e deri në sajltro mbi deputetët u panë në këtë seancë plenare. Por, ajo çfarë ra më shumë në sy, ishin mimikat e deputetit opozitar Sajmir Korreshi, fuqia e të cilit dukej se buronte nga një çamçakëz, të cilin nuk e hiqte për qamet. Ndërsa Belind Këlliçi ndezi pishtarin e demokracisë, duke mbajtur lart, ndërsa përpaksa nuk u doq vet. Deputetët zënë vende ndërprisni veprimet e dhunshme të palejuara nga rregullorja. Opozitarët uzurpuan karriget e ministrave sepse siç duket i ka marrë malli të preki një herë karrigen e pushtetit. Dhe me të drejtë me kaq vite sa janë në opozit. Por urojmë që ëndra të bëhet realitet për një kohë pak më të gjatë se 60 minuta. Palejuara nga rregullorja. Dhjetori pa dyshim që mund të quhet muaji I nxehtë I sherrit parlamentar. Përballja e radhës vjen nga Agron Shehaj dhe Tauland Balla. Tani kemi dëgjuar ka filluar Ministri I Drejtësisë me postime që thot ndarja e pushteteve. Kujtohet për një takim që ka bërë me Ministrin e Drejtësisë italiane të para 2 javëve dhe na tregon që dhe ai ishte shqetësuar. Del Tauland Balla dhe thot pyesni ChatGPT-n thot. E menjëhershme kundërpërgjigja e Ballës. Ti, kur të përmendesh emrin tim laj gojën, po bëje gargarën me ujë të kripur Vlore. Se po u pendua Lulbasha, do t'rregoj se sa para I ke dhënë për të marrë mandatin 2017. Kaq ti. Po ç'është kjo gargaro zoti Balla, të marrë më mirë në formë pilule, se gargara edhe të mbyt her pas here. Shumë diapazon të gjerë kanë deputetët tanë sa nga shëndetësia e sa nga ekonomia, por ne të shkretët ku mbetëm. Një ngjarje të dy të vërteta. Albania Radio. Komisioni I ligjeve është kthyer në një show që nuk duhet lënë pa ndjekur, sidomos me kastin e ri, të cilit I është bashkuar edhe aktoria MNZ e momentit, Zegjine Çaushi. Po deshet ti dhe një firmë edhe me vull të rregullon brozeri, se sa kam hedhur 100 apo 20 firma, po të themi këtu që im tërheq firmë, po jo, po deshen e firme që të kanë ngel me rat, edhe vull. Mua me rat? Po s'kene me rat. Lutem. Po me të jep dyti, po. Edhe me vull dhe me firmë. Edhe vët, kështu është. Mund ta përmbyllni zoti Korreshi.
nuk lë vend për hapësira në batutat e saj zonja Çaushi, e cila ka një shpjegim për këtë. Atëherë, faleminderit kryetar, si fillim i nderuar koleg, unë nuk kam nevojë as për firmë dhe as për vulën tuaj, se fatin tim këtu e kanë vullosur njerëz të tjerë, po ju keni një problem të nderuar që harroni edhe kujtoheni vonë çka keni firmosur, kujtoheni natën 12 shihni ndonjë ëndër edhe vini këtu në mëngjes e tërhiqni ato që keni bërë. Faleminderit. Faleminderit. Por çfarë ëndra shvall sheh zoti Korreshi? Unë zakonisht ëndrat i shikoj vetëm me gjell pasanikësh edhe me një gjë tjetër, po kjo me firma, faleminderit. Për më tepër, rikthehemi sërish në janar. Opozita ka paralajmëruar protesta të fuqishme në janar për largimin e qeverisë Rama, por ajo çka kemi parë deri tani në grumbullimet opozitare bie disi ndesh me deklaratat e liderit Berisha. Duket sikur në protest vijnë njerëz të cilët nuk kanë çfarë bëjnë dhe kanë të drejtën në një fjalë, në një foltore. Vetëm foltore dhe asgjë tjetër. Por a mos vallë duhet gjetur diçka e re? Saliani tentoi, por shkoi. Siç duket ende nuk jemi gati për gjëra të reja, ose më saktë, Berisha nuk është gati. Nëse pranvera do të vijë në janar apo më tutje, kjo mbetet për tu parë.